Territori shqiptar për datën 7 tetor pritet të vijë me mod të paqëndrueshëm, do të ketë alternime mes kthjellimesh dhe vranësirash, ndërkohë që rreshje të dobëta lokale, shiu nuk përjashtohen më shumë në zonat malore dhe verilindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale mund të arrijë rreth 18 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell me periudha rejesh dhe kthjellimesh të alternuara. Era pritet të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond. Në Bregdet mund të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 7 tetor 2025 mund të jetë mesatar rreth 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike tipike për këtë periudhë, lindja e diellit në Tiranë më 7 tetor pritet të jetë rreth orës 06:37 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 18 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 18 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 17 gradë Celsius. Berat 8 deri në 18 gradë Celsius. Korçë 5 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë 10 deri në 17 gradë Celsius.